Edi Rama zgjodhi sheshin Skënderbej për t'u drejtuar shqiptarëve të cilët i besuan drejtimin e vendit edhe për 4 vitet e ardhshme. Shumë faleminderit. I shoqëruar nga bashkëshortja dhe fëmijët, kryesocialisti tha se në 11 maj, shqiptarët zgjodhën të ardhmen europiane. Mes dritës së hyjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapeleje fake, Shqipëria zgjodhi hyjet. Mes ngjitjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në Umner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit tonë për Europën dhe një grumbull i radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin tonë. Të njëjtën mbështetje Rama thot se e pret edhe nga diaspora shqiptare. Edhe pse numërimi vazhdon, është e qartë që shumica jashtë kufive të Shqipërisë mendon njësoj si shumica brenda kufive. Për Shqipërinë që ecën në drejtimin e dur dhe Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. E për t'i kthyer mbrapsht besimin shqiptarëve, objektivi është i qartë. Shqipëria antare në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht. Duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes europiane në vitin 2030. Kryesocialisti tha se nuk do të jetë e largët dita kur shqiptarët të qëndrojnë për krah e Europës, liderët e së cilës do të zbarkojnë në Tiranë, duke nisur nga e Intja. Nga ky shesh e pastaj në të tëra sheshet e rrugët e Shqipërisë i ka transformuar zgjedhjet politike në një referendum për bashkimin sa më parë të Shqipërisë me Europën. Europa mbar do vi e do zbres në këtë shesh, duke filluar nga nesër, me tërë udhëheqësit e saj. Gjatë fjalimit të fitores, një mesazh Rama e kishte edhe për kundërshtarët politik, të cilët posuan humbjen më të thellë të 2 dekadave të fundit. Shqipëria sot është një Shqipëri krejt tjetër nga ajo dje, dhe as nuk duan ta kuptojnë që ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Ndërsa për të rinj që do t'i bashkohen parlamentit të ri, mesazhi ishte i qartë. Unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyrat dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik.